Një porrallë e re dhe e bukur. Na ishte një herë një vajzë e vogël me emrin Ludovika. Ajo ishte 5 vjeç dhe ishte shumë e zgjuar e kurioztare, e donte të dinte gjithmonë gjithçka. Ajo kishte flokë të verdha si ngjyrë ari, 2 sy blu si deti dhe një buzëqeshi që mbushte zemrën e çdo kujt që kishte afër. Ludovika jetonte në një shtëpi të bukur, bashkë me prindrit e saj, Klarën dhe Albertin, të cilët po prisnin një bebe tjetër. Vogëlushja jon ishte shumë e lumtur që do të bëhej së shpejti me një vëlla të vogël. Çdo mbrëmje, mami tregonte sa e bukur do të ishte për të ardha e këtij bebushi të ri, dhe ajo po e priste me gëzim të madh dhe plot emocione atë ditë. Çdo mëngjes, prindrit e shoqëronin Ludovikën në shkollë, ndërsa kur dilte nga shkolla, për të kujdesej një teta e cila sillej plot dashuri, derisa prindrit e saj ktheheshin nga puna. Vogëlushës i pëlqente të shkonte në shkollë. Atje kishte shumë fëmijë dhe ajo shkonte shumë mirë me të gjithë dhe kishte shumë shoqe. Por shoqja e saj më ngushtë ishte Sara dhe ishte pak më e madhe se Ludovika. Sara kishte një vëlla të vogël që kishte lindur para pak muajsh dhe të dyja shoqet flisnin shpesh për të ndërsa luanin. Kur përshëndeteshin, Ludovika i thoshte: "Mirupafshim, shihemi nesër. Jepi një puthje vllajt tënd të vogël, siç do të jap edhe unë timit që do të vijë së shpejti." Kur dilte nga shkolla, ajo këpuste gjithmonë një lule tek parku përpara shkollës ku luanin shumë fëmijë dhe më pas nisej për në shtëpi. Sa po hapte derën, mamaja e përqafonte dhe e pyeste: "Përshëndetje, si je, shpirt? U kënaqe sot në shkollë? A e hëngre të gjithë ushqimin?" "Po, mami, e hëngra të gjithë." "Po ti si je? A ka lëvizur sot vllat shkua im?" Mami i merrte dorën, ja vinte mbi bark dhe i thoshte: "E ndjen? Po lëviz. Është një bebush i gjallë, njësoj si ti." Një mëngjes, Sara ju afrua Ludovikës dhe e pyeti: "Po ti, a je lumtur që do të kesh një vlla?" E befasuar nga ajo pyetje, Ludovika u përgjigj me një herë: "Sigurisht që po, me zor po e pres." Sara bëri një pauzë të shkurtër. Pastaj i tha: "Edhe unë isha në fillim, por jeta ime ndryshoi shumë pasi lindi vlla im." "Ndryshoi në kuptimin që u bë më e bukur?" e pyeti Ludovika. Jo, ndryshoi për keq. Prindrit e mi nuk më kushtojnë më të njëjtën vëmendje. Përpara kishin kohë të luanin dhe të më përkëdhelnin vetëm mua, ndërsa tani merren vetëm me bebin e vogël dhe nuk kanë kohë për mua. Më duket sikur nuk më duan më si më parë." Ludovika shikoi e shqetësuar. Diçka e tillë nuk i kishte shkuar kurrë në mendje. Por fjalët e shoqes së saj më të mirë e prekën thellë, dhe dyshimi që ndoshta ishte e vërtetë nuk vonoi që t'i sillej në përmend. Një mbrëmje, kur prindrit u kthyen në shtëpi, Ludovika po i shihte gjithë dyshim. Dukej sikur ata po e fshihnin diçka. I vinin ndërmend fjalët e Sarës dhe një ndjenjë e re dhe e panjohur i hyri në zemër. Ishte xhelozia. Të nesërme në mëngjes, ndërsa mami e vishte me fustanin e saj roz të preferuar, Ludovika shikonte dhe i hidhte një vështrim të shqetësuar barkut të saj. Me buzë të varura dhe pa shumë fjalë, veshi fustanin dhe shkoi në shkollë si çdo ditë. Nuk e hiqte dot nga mendja atë që i kishte thënë Sara. Diçka që kishte pritur gjithmonë me gëzim, tani po i dukej si një makth. Ndjente sikur diçka e panjohur po e kërcënonte, por nuk e kuptonte se çfarë. Në darkë, Ludovika ishte ndryshe me prindrit. Kur ulën në tavolinë për të ngrënë darkën, mami Klara i tha: "Nesër, mami do të ikë për disa ditë. Po vjen momenti që të gjithë po prisnim. Lindja e vllait tënd. A je e lumtur, Lulu?" Kur dëgjoi këto fjalë, Ludovika sikur u zgjua nga një ëndër. Ishte e vërtetë. Ai voglush po vinte në jetë. Ajo nuk tha asgjë. Të nesërmen qëndroi gjithë ditën me babin, Albertin. Në shtëpi kishte shumë zhurmë. Dadoja ishte ende me ta dhe po përgatiteshin për ardhjen e të përsalindurit. Ludovika mendonte me vete:
Atëherë është e vërtet. Shumë shpejt, ai bebush do të jetë në shtëpinë time. Babai e kuptoi se vogëlushja po bëhej pak xheloze. E përqafoi dhe i tha: "Po vjen vllai yt, por ti do të jesh gjithmonë vogëlushja ime dhe dashuria ime e parë." Pastaj papritur azilja e telefonit. Babai ishte shumë i emocionuar. Ludovika nuk e kishte parë kurrë ashtu. Ai e pa dhe i tha: "Eja Lulu, po lind vllai yt." E hutuar Ludovika u vesh dhe bashkë me babin e saj u nis drejt spitalit. Gjatë rrugës ajo ishte shumë e hutuar. Zemra i rihte fort. Brenda saj po përziheshin ndjenja të kundërta. Një gëzim i madh, por edhe frika se mos humbiste rolin e princeshës, të vogëlushës së mamit dhe të babit. Filloi që të shikonte jashtë nga dritarja e makinës. Po binte një shi i imët dhe i qetë. Kur zbritën nga makina, Alberti e mori në krah dhe sapo arritën në spital përpara dhomës së mamit, një infermiere me fytyrë dhe buzëqeshje të dashur i tha: "Urime, është një djalë shumë i bukur." Ludovika hyri në dhomë dhe pa fytyrën e ndriçuar të mamit që mbante në krah një bebush, që i dukej sikur e njihte prej kohësh. Më në fund mund ta shikonte dhe ta përkëdhelte dhe ajo vllaçkën e saj. Që nga ai moment, ajo frikë, ajo ndjenjë keqe që quhej xhelozi, u zhduk. Ajo i hapi sytë e saj të mëdhenj blu dhe tha: "Ky është vllai im." Ludovika mendoi që t'i thoshte Sarit që nuk duhet ishte xheloze për vllain, sepse xhelozia është një ndjenjë e cila të bën të ndihesh kaq keq. Mami e përqafoi fort dhe i tha: "Do ta zgjedhësh ti emrin? A je e lumtur?" "Po mami," u përgjigj Ludovika e lumtur. "Do ta quaj Alex, si personazhi i prallës time të preferuar." Por Aleksi i saj nuk ishte një personazh pralle. Ai ishte vllai i saj i vërtet, në prallën më të re dhe më të bukur të jetës së saj. Libri u mbyll. Është ora për gjumë. Ti sot fli, e unë nesër do të kthehem përsëri. Natën e mirë.